Loredana Brati ka qenë e ftuar në një emision ku ka folur haptas për lidhjet e saj të dashurisë. Së fundmi, ajo ka treguar edhe për raportin me këngëtaren Don Gjoni, pas videove të publikuar në rrjetet sociale ku ata shfaqen afër me njëri tjetrin. Po ashtu, ajo foli edhe për Jozin, me të cilin pati një romans në shtëpinë e famshme në Shqipëri. Gjatë emisionit, ajo shpreu se miqësia e tyre lindi nga një bashkëpunim që fatkeqësisht nuk u realizua dot. Ka lindur si një bashkëpunim, nuk ka kontaktuar vetë. Kemi ruajtur respekt për njëri tjetrin. Nuk kemi pasur lidhje, vetëm ruajmë një respekt të madh. Nuk mund të flas keq, shumë i edukuar, kënaqësi që e kam njohur dhe që ruaj kontakt. Bashkëpunimi nuk u realizua dot për fajin tim, por të shohim në vazhdim, deklaroi Loredana për Don Gjonin. Ndërsa në lidhje me Jozin, ish banorën me të cilin ajo pati një lidhje, Loredana u shpreh se ai ishte i vetmi burr me të cilin pati një marrëdhënie dashurore gjatë këtij viti. Dhe sot i uron suksese dhe pse ata nuk janë më bashkë. Ka disa marrëdhënie që nuk shuan kollaj dhe besoj që unë dhe Jozi pavarësisht se jemi munduar të mërzisim njëri tjetrin, prapë emrat tanë kanë për të lidhur gjithmonë. Është burri i vetëm që kam pasur këtë vit. E ka parë gjithë Shqipëria. U gëzova shumë bërë koncertet. I uroj suksese. Kemi pasur pak komunikim. U shpreh ajo për herë të parë.